Tani organizimin duhet ta ndajmë dy pjesë. Në kohë paqe dhe në kohë lufte. Në kohë lufte ishte rutinë komplet tjetër që është e paspjegueshme sepse e kuptoni edhe vetë që çdo gjë i nganohet, çdo gjë, të gjithë flinim këtu me kuadro me gjithë. Në kohë paqe, çdo operativ i ministrisë që mbulonte aviacionin, marinën, tanket, gjitha kishte drejtën të hapte një rrjet ose dy, bënte prova. Dhe ne merrnim dosjen, librin, dhe hynim në lidhje vetëm për provë me korespondentin që mund të ishte divizioni Kuksit, divizioni Shijakut, divizioni Shkodrës, gjithë divizionet me radhë. I bënim provë. Kjo ishte e përditshme. Ndërkohë vetë brenda qendrës në lidhjes, tu, bënim prova dhënsat me marsat, sepse si që ta shikoni më poshtë, dhënsat janë 1.2 deri 1.5 km më lartë. Nuk lejohet të rrinin bashkë. Se nuk ishin bashkë? Nuk rrinin bashkë, sepse dhënsi ka fuqi shumë të madhe në dalje. Ka tension të lartë. Dhe pse e blokon marsin, i krijon zhurma, dhe ti nuk arrin të kapësh asgjë. Dhe çdo mëngjes në orën 8 dhe çdo mbrëmje në orën 8 prapë, bëheshin provat. A i shtypte taston këtu, a dëgjoi relea atje sipër, ke dhënsi atje, nëse dëgjoi relea, do të thonë që çdo gjë funksiononte në rregull. Po, bëjmë një shembull marrje si thuhej atëherë, si funksiononte, si ishte lidhja. Tani, nëse do flasim me foni. Me foni, çdo gjë thuhet për shembull, po marr një emër, Valbona, ja mund ta mori si ndihon marrje. Nëse do ta përkthejmë në gjuhën telegrafike, atëherë përdore gërma V. Gërma V që do thotë vini re. Përsëritet 9 herë. 9 herë. Pastaj 3 herë përsëritej 3 gërmat e para të atij që bëj bën thirrje. 2 herë 3 gërmat e para të thirrjes tënde, emrit tënd, QSA, që do të thotë përkthehet në gjuhën telegrafike si më dëgjon. Nëse do t'i veje pikpyetje quhet si më dëgjon. Nëse do t'i pa pikpyetje me numër, do të thonë që unë të dëgjoj me këtë forcë me këtë. Por kryesorja ishte pa dhënë shenjën ta, që është gërma K, mbyllje, transmetimi mbetet i hapur. Pra, ai atje nuk të kthente përgjigje nëse ti nuk i jep këtë. Si dhe unë nuk i ktheja përgjigje pa më dhënë ai tatitan. Gërmën K në fund. Ishte e vështirë për ju, si ishte? Jo, e vështirë kur e mësom të duket e vështirë. Kush ju a mësoi ju? Natyrisht, instruktorët tanë. I kemi pasur shumë të mirë. Shumë të mirë. Instruktorët i kemi pasur të jashtëzakonshëm. Dhe pastaj bëhet rutinë sepse veshit mësohet dhe nuk ke më të bësh me sa viza ka A-ja, sa viza ka B-ja, sa pika ka H-ja, por kthehet në melodi. Nëse një muzikant ka një vi muzikore të gjatë, radisti ka një vi muzikore shumë të shkurtër. Edhe krijohet melodia. Në bazë melodisë ti krijon gërmën, vendos gërmën atje. Ju kur erdhët këtu, në çfarë viti? Unë këtu kam marrë një herë, kam bërë ushtrinë. Po. Në vitin 1978. Kjo nisi ndërtimin në 74-ën, le të themi. Kjo ka filluar në 74-ën. 74-ën ka filluar, domethënë, po formën e plot e kam marrë mas vitit 80. Të plot që u montuan antena, të montuan të gjitha, që arriti kapacitetin e fuqishëm aty ku duhej. E ka marrë bas 80-s. Ç'a kapaciteti kishte? Po, kapacitet, e dikuj e thonë, e ditë mendosh që janë 30 dhënsa dhe 30 marsa. Hiq ato rezervë, ose që dubloheshin. Po, marsat shumë, jo, do më thënë, radio ka valë shkurta dhe valë gjata. Valë shkurtër, do më thënë, është një gjatësi e caktuar. Mendo tani të kesh një aparat, marës, me 8 banda, me 10 banda. 10 banda që i bie domethënë në frekuencë deri në 32.000 deri në 50.000 hertz, e kupton? Kështu që është gjë shumë e madhe.
Ishin shumë fuqishme. Kështu që ju Për kohën ishin shumë fuqishme. Ju si fillim bët ushtrin këtu? Si fillim bëra 2 vjet ushtri. 2 vjet ushtri. Bëra vitin e parë që quhet mësimi zgjaste 9 muaj, tamam sa një sezon shkolle, një vit shkollor. Pastaj kalonim në prova në terren. Bëj klasifikimi. Radistët klasifikoheshin klasi 3, klasi 2 dhe klasi parë. Klasi parë gjithmonë kuptohet, duhet kishe mbaruar inxhinierinë e këto. Klasi 2 ishte pastaj çdo gjë ishte me grupe, sa merrje ti në minutë. Por kishte një rregull që në ushtri nuk transmetohej më shumë se 12 deri në 14 grupe në minutë. Sepse në ushtri ka më tepër rëndësi siguria se sa shpejt transmeton ti individi. Do me thënë, gabimet ishin pa faqe. Jo, sepse një gabim në transmetim të kushton shumë. Çdo gjë ishte shumë strikte, shumë e rregullt, shumë e saktë. Nuk ka, në qoftë se radisti ka disiplinë. Ju kujtohet juve thirrja e parë? Thirrja e parë ka qenë në terren, në nuk më kujtohet mirë, për kam qenë në ndomje. Ne kishim 3 pika, një ndomje, një surrel, një në fushpezë. Po Valbona, Tomori, këto janë ama kishte një gjë. Në qoftë se të dilte emri, për shembull Shpati, do lihet çdo transmetim do të përgjigjej atij, sepse presupozohej që ishte i madh i fare. Enver Hoxha, në sakt. Kishte një emër që unë e mora Shpati, sepse atë ka pas në luftë. Por mund të kishte një pseudonim tjetër, po të dëgjonim atë transmetim, do më thënë që ishte radisti atij, do linim çdo gjë tjetër, do t'i përgjigjeshim atij. Enver Hoxha kishte radistin e tij? Po, Enver Hoxha ka pas radistët e vet. Edhe Mehmet Shehu, kryeministri, edhe Kadir Zbiu, po i themi ministri brendshëm, edhe shefi shtetit përgjithshëm. Komunikonin ata atëherë edhe kur u bënit të... Jo, ata jo. Kurse antarët e tjerë të byrës politike, i kishin kur lëviznin, kërkonin, mund t'i qonin, mund të mos i qonin, si të mas... Çfarë kërkonin ata? Mund të kërkonin një radist, për shembull që nëse do kishte një problem që t'ishte në korrent me situatën, por në përgjithësi jo, të tjerët. Për ta pasur çdo gjë në kontroll. Këta kishin me detyrim, këta të 4. Ishin me detyrim. Shokët tonë ka qenë, e kupton? Janë miqtë tonë, shokët tonë. Tani ne ecim për asgjë nuk ndryshon nga mbeturina. Nga mbeturina dhe të vjen keq. Tani ky është ai degëzimi që ju thash. Këtu futesh tunel, është një 100 metra dhe i ketë ndara me klasa. Unë këtu edhe kam marrë mësim, edhe kam dhënë mësim. Këtu kam marrë mësim kur ka qenë ushtar dhe në vitin e dytë kam dhënë mësim. Sepse isha instruktor, arrita ishte nivel shumë i mirë, edhe i jep edhe. Kjo ka qenë dhoma e partisë, si quhej. Dhoma e partisë? Ku bëheshin mbledhjet. Ju merrnit pjesë në mbledhje? Po patjetër. Çfarë diskutoja aso kohën? Po gjithë më barbajtjen e punëve në ushtri, gjithmonë ka probleme, ka gjëra, stërvitja. Tani duke qenë se këtë është më pastër, unë mendoj se ne jemi nga të vetmit që kemi hyrë. Këtu është një klasë tjetër. Po, këtu është ndarje tjetër, këtu është klasa e ku shkoni instalimet anësh, në klasa ushtarëve të vitit të dytë. Këtu bëshin stërvitje ushtarëve të vitit të dytë. Çfarë ka më tej? Më tej është klasa e radistëve të vitit parë, ata që vinë të rinj. Duhet të teksuara që radistët e rinj që vinë, kryesisht ishin nga Tirana. Kjo për arsye kuptohet, sepse ishin niveli arsimore, niveli kulturor, niveli komunikimit, ishte më ndryshe.
Tani këtu afrohemi ke klasa që bëndën mësim rantistët e vitit parë. Këtu kam bërë mësimon. Këtu. Tavolinat bile që nga në akoma.